Për këtë arsye, gjithashtu na tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çastet e fundit e Ebu Talibit shkon i thon Ebu Talibit, ja am, o mija jam, thuje la ilaha illallah. Për këtë fjalë do të polemizoj para Allahut për ty. Pse se tha Ebu Talibi? Për shkak se Ebu Talibi ishte në shtratën e vdekjes. Me thonë se Ebu Talibi së në pele se ka muqu të idhujt me prej kurban së në qoke pi shtrati. Pse Ebu Talibi nuk e tha? Ta ndëgjojmë Ibn Tejmijën pse se tha. Ibn Tejmija transmeton thot, Ebu Talibi e para kopton, Ebu Talibi s'ka dishim se ka dash pejgamberin Allah. Për ndryshe nuk ishtë sakrifiku për ta. Ebu Talibi ka dash që pejgamberi Allah të nga dhënjeje. Ebu Talibi se ka gjëlezu pejgamberin Allah e as fejen e pejgamberit Allah. Ebu Talibi e ka ditë se pejgamberi Allah ta besnik në atë që thoret. Po me i thonë të gjallarve bashkohor, thojnë Ebu Talibi musliman. Pse Ebu Talibi su bo musliman? Tha Ebu Talibi e pat një problem. Cëlim në problem Ebu Talibi e kish? Ebu Talibi tha se në heqke dorë prej zotave që adhuroshin, që ja patën lonën babalart e tyre, dhe Ebu Talibi sën përballon të në nëshmimin e ati në Mekke, apo të përfolet mas vdekjes së tij. Ja pra Ebu Talibi e la emanetin e babës vet dhe ju nështru Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ebu Talibi pëse su bo musliman, e dinte se Ebu Talibi fjala la ilaha illallah do të thot mohimi kejtë zotrëve që adhërojnë pos Allahut dhe në nështrimi një zotit, për ata Allahu azza wa jall thot në Kurani Kerim, shembol më të mirë keni në Ibrahimin a.s. dhe në gjematin e ti, derisa Allahu thot, wa me jargabu am milleti Ibrahime, illa men sefihe nefse. Illa men sefihe nefse. Aj që e len fejnë Ibrahimit, aj që e len besimin e Ibrahimit, ashtë vetëm aj që e ka nënshmu vetën e ti, vlezët të ndërshëm, do të përfundoj këtë dërs edhe pse do të vazhdojmë dërsin e arshëm, që të tregoj pse Allahu është i vetëmi që meriton adhurimin dhe pse zotët qërë nuk e meritojnë adhurimin. Mirë për ndëgjoj këtë transmitim që na trangon Ibn Qayyim el-Jauziyju, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Asin e dërgoi me një mesazh që ta fton në besim prisin e Omanit. Amr ibn Asi tha kur qkoj agje, e pytën a i thot që e kanë qujq Abd ibn el-Gjulendi, në qka thirë ki pejgamber, në dëgjoni në qka thirë, tha ki pejgamber ka ardhen që në tharet, që vetëm Allahu të adhërohet dhe të heqët don nga adhurimet e zotrave qërë, dhe të pranosh Muhammedin se është rob dhe i dërguar i Allahut. Pasaj e pyti dhe i tha ja Amr, baba jot a zotria i popullit tanë, që a bo me babën tanë, a bo musliman që ta kena shembol, tha për të fatë keq, tha i ka vdek, tha kisha pas qef dishte bo musliman, a mos u bo, tha dhe unë, tha frik jam bo, tha prej kur ja Amr, tha i bo, tha jam bon unë musliman, kur kam shkuan ti luftoj musliman në Etiopi. Tha si o Amr, a ke mundësi me na tregu? Tha kur kam shku, tha të Nejashiu, që të mi dorzoje muslimant, më ka tregu Nejashiu ashame, se Muhammedi është hak, dhe im ka bo davet dhe jam bo musliman. Unë e përshkortoj kënë gjarje, që dikush mos në lodhe me Nejashiun, dhe mos të etiketon Nejashiun me diçka të padrejt. Tha po Nejashiu qka boni? Tha Nejashiu bo musliman. Tha po qka boni populli vet?
Tha populli i vet ju nënshtruan. Tha po çka bënën priftët dhe murgjët? Tha dhe ato e pranuan, tha Islamin. Tha ja Amr, dije se cilësia me e keqet e burri është rejna. Tha për ato fol drejt, tha pashallah. Tha nuk rejt dhe kur nuk am rejt, tha dhe ndinin ton, tha e kena haram me rejt. Tha Nëxhashiu ta ketë pranu Islamin, tha sigurisht Herakli do të kishte kuptu se Nëxhashiu ka kalu në Islam. Tha e ka kuptu, tha ja Amr ka e kuptove se Herakli ka morë vesh se Nëxhashiu ka kalu në Islam. Tha e kam kuptu se Nëxhashiu i qënë të porez, tatimët ja qënë të në shëm Heraklit, pas i kaloj në Islam, tha janë dali dhe tha, pashallahun, një kërsh me ma lip, sot tatim, tha nuk e ja. Tha ja Amr që ka jetu fol, tha pashallahun, kjo është e vërtet. Tha deri sa vlau i Heraklit, i tha Heraklit, ja Herakl, qish po lejon, që Nëxhashiu të kalon një fe të re, ta len fen tone, dhe mos t'i ben tatimet e ti. Herakli ju përgjigj vllavit vet, dhe i tha kjo e drejtë e ati, e ka zgjedh një besim, tha vallahi, mos më konë që kjo karrik dhe kjo qeverisje, ki po shtet i dashur në zemrën e Heraklit, kisha vepru që shka vepru Nëxhashiu. Pra vëllezër të ndershëm, të ato që na dalin dhe na thojnë Nëxhashiu, a bo musliman, mirë po pastaj, nuk ka e dorë për adhurimeve të atinve, nuk ka gjiku me shëriat dhe kështu me radhë, kjo nuk është e vërtet dhe përfundoj gjithashtu si shtregohet për çka se nënshtrimi i takon vetëm Allahut Azza wa Jall, do të regojmë dersin e ardhshëm inshallah, cilët adhurime duhet t'i takojnë Allahut, një ndër adhurime që duhen t'i takojnë Allahut, çdo problem që e ke gjikata jote është Allahu dhe pejgamberi Allahu. Ndërsa për gjikatat bashkohore, po të regojnë një barcalet që e kam dëgju për një hoxhës, thanë Monca dhe Mini, kishin rënë problem mos marrëveshje për një cop mish. Dhe Mini e pa ditë, dhe thot bujrën çka keni? Tha Mini, tha, zotni Majmun, tha kena problem me një cop mish. Thot ma ka morë Monca hakin tem. Thot bere ka mishin, edhe e merë gjikat si Majmuni e donë për gjimës. Kur të dojë për gjimës, e shef se Mocës pak ma shumë, thot be ma pak, e kaq një cop mishi që ta bojë barabartë. Kur ta kaqe, e kaq pak si shumë. Dhe i thot Minit, be ma prapë, thot se tu bo tjeta shumë. Dhe e ka fshon edhe ke kaq pak ma shumë. Kur masi të dërzoj Minit, tha e pshef Mocës, copa me e mo dhe mishit, thot be ma dhe pak, tha dhe në fund, tha i hatu dive mishin, edhe Moca dhe Mini jesin pa mish. Pra dhe të ndërshëm, këto janë gjikatat e shtremta, që tentojnë me drejtu, ndërsa gjikata e drejt, a gjikata e Allahut, për këtë arsye, i takon adhurimi vetëm Allahut,